Rrezikuan pushuesi duke lëvizur me mjete lundruese në afërsi të Bregut. Policia kufitare e Vlorës ndëshkon me gjoba prej 500.000 lekësh dhe 510.000 lekësh të rinj si do bllokon mjete lundruese. Shërbimet e Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë në bashkëpunim me njësinë policore detare dhe Drejtorinë Vendore të Policisë së Fierit kanë evidentuar drejtuesin e një mjeti lundrues tip jet ski i cili kishte lundruar në afërsi të Bregut në plazhin e Semanit duke rrezikuar sigurinë e pushuesve. Drejtuesi i mjeti lundrues, shtetasi ED, u ndëshkua me masë administrative me vlerën 500.000 lekë të rinj si dhe bllokimin administrativ të mjetit lundrues. Gjithashtu, shërbimet e policisë kufitare gjatë patrullimit në sektor në vendin e quajtur plazhi i Hidrovorit konstatuan një mjet lundrues tip gomone që lëvizte në mënyrë të palishme në zonën e plazhit pranë pushuesve. Mjeti drejtohej nga shtetasi JH. Nga verifikimet rezultoi se ai nuk dispononte dokumentacioni përkatës të mjetit lundrues. Për shkeljet të konstatuara ndaj tij, u vendos masë administrative në vlerën 510.000 lekë të rinj, si dhe u bë bllokimi administrativ i mjetit lundrues. Policia e shtetit apelon sërish ndaj gjithë përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to të respektojnë me rigorozitet rregullat e lundrimit dhe perimetrat e sigurisë, duke theksuar se reagimi do të jetë menjëhershëm ndaj çdo shkelësi me qëllim garantimin e jetës dhe sigurisë së pushuesve.